Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se janë investuar një shumë e madhe parash për shkatrimin e listës serbe si dhe të popullit serb në Kosovë. Na sulmuan për listën serbe, por në fund Albin Kurti shprehu keqardhjen që nuk ka marrë edhe disa mandate të tjera për të sulmuar listën serbe, e cila është e vetmja që ka mbrojtur interesat e popullit serb, ndoshta edhe të disa të tjerëve, deklaroi Vučić dhe theksoi se vendet perëndimore, duke nisur që nga Gjermania e të tjerë, kanë investuar shumë para në shkatrimin e listës serbe. Sa para kanë marrë nga vende të ndryshme, nga Gjermania dhe të tjerë, vetëm për të shkatëruar listën serbe dhe popullin serb në Kosovë, po ashtu dhe në Bosnjë e Hercegovinë, deklaroi presidenti serb, teksa dhe paralajmëroi se situata në këtë të fundit është shumë e rëndë. Në të gjithë botën fajsojnë Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Është më lehtë për Europën të tregojë fuqinë dhe forcën e saj se sa të shohë në dritën e diellit atë që po ndodh atje. Kanë frikë se do të jetë përsëri populli serb ai që do ta hapsoj, theksoi Vučić dhe shtoi se populli serb, siç tha ai, nuk ka nevojë për konflikt askund, as në Serbi dhe as në Republika Srpska. Vučić gjithashtu përsëriti se në botë ka ndodhur ndryshime të mëdha dhe se në kornizën e re gjeopolitike, Serbia duhet kërkojë, siç u shpreh ai, vendin e saj nën diell. Politika e jashtme dhe brendshme amerikane po ndryshon shumë, a do të funksionojë gjithmonë në favorin ton? Jo. Mos keni iluzione se politika amerikane për Kosovën do ndryshojë, as mos e mendoni se gjërat do ndryshojnë në lidhje edhe me çështjen e Republikës Srpska. Jo, nuk do ta bëjnë, potencoi presidenti serb.